Është një gatim special me lëngun e pulës, me pak limon, të hapë dhe oreksin, edhe për bebet sigurisht është ushqim i jashtëzakonshëm. Të dashur ndjekës, recetën e kam me gjysmë pule, e zile. Gjithmonë pula do zihet me ujë të ftohtë. Kur të filloj me marrë val, do t'i hudhim krypën, shkumën do ja largojmë, ta nxjerrim jashtë, i prish shijen, dhe pastaj do ta zim rreth 1 orë e ziun me zjarr shumë të avashët. Sa të mori val, që mos lëshoj gjakun, pastaj uleni dhe në një ritëm shumë të ulët që të bëhet lëngu special, edhe pula, që kësaj pule unë tashti siç është kështu, se e du dhe për lëngë, se do njeriu patjetër proteinën, pula ka shumë proteinë të lartë, për stinën e vapës. Pulën do ta lyj me shumë pak krypja, 2 pika sa për shije, edhe do ta fus drejtë në furrë, ndërsa me lëngun do përgatis një supë orizi, edhe për fëmijët e vegjël, dhe për bebet, dhe për ne të moshumit, edhe për rinin. Tashti lëngu i pulës është i nxehtë, po nuk ka marrë val, do ta lej sa të mori val, dhe këtu kam edhe 1 filxhon e gjysmë oriz, e lan në fillim me ujë të ftohtë, edhe zbutet kokra dhe mban formën. Tashti që mori val, i hudhim rreth 2 filxhan me oriz. Orizi gjithmonë t'jetë i lanë. E mulojmë tashti dhe e lejmë të zi sa të marri val, pastaj do ta ulim që të bëhet avash, por rreth 5-6 minuta kjo do ri në val të fortë. Vetëm me lëngun e pulës, në asgjë tjetër. Tashti supa është bë siç duhet, e kam lënë 3 çerekore, avash, është bë shumë pak krem, është përthy kokra, po jo aq sa ta teproj, ja. Është përthyer, po e mbajt me formën e vet orizit. Tu kam mon 1 të verdhë veze, shumë pak qumësht, shumë pak, ja, kur thu shumë pak, ja, 2 lugë gjelle, po thujse. Edhe gjysmën e lugës me miell, gjysmën, ja, opa, miell. Dhe do i shtrydh limonin, që kishte qellu plot me bërthoma, më shumë bërthoma se lëngë paska, po e ka tha, dhe gjysmën e. Tashi i përzi mirë, o me lugë, o me pirun, s'ka rëndësi. Mjafto që të tretet veza. Tashi do t'i hedh pak nga lëngu i pulës. Se kjo është masë e ftohtë, ajo e nxehtë, dhe do i përpunojmë në tasin që kemi hudhë vezën, edhe limonin, që mos pritet veza. Tashti e hudhë. Deri sa të mori pak val, pastaj do e largoj. Dhe t'jetë në fillim që të duket e hollë, pa ajo vetvetiu, pikset edhe nga limoni, edhe nga pak millin t'i hudha, edhe veza e m'pikës shumë mirë, po do e lejmë sa të mori val, që mos vide aromën e vezës, pak nga cipa limonit, për aromë do t'i hedhim pak lëvozhën e limonit, që do t'a provoj pak për thartin dhe për kryp, se do t'a heq. Jo, ka shumë mirë, se unë ju thash do t'a shoqëroj me copën e pulës, që kam pjek, edhe atë i mënyrën që nxjerr pula, unë ja hudh sipër, nuk e përvloj më me shumë, ta se e përdorim edhe për beben tonë, edhe për ne, edhe për mua, edhe për gjithë kënd, se është verë dhe patjetër duhet pak lëngë pule, e thjesht, me pak oriz, edhe shumë e ushqyeshme. Kjo që edhe supa ime për sot, ja si është lidhë si që duhet, mos e shikoni se ajo do bëhet më kremoze kur të ftofet, se është direkt nga vala, dhe është një gatim special me lëngun e pulës, ushqim tamam për këtë stinë që të hapë dhe oreksin, edhe për bebet sigurisht është ushqim i jashtëzakonshëm. Na bëft mirë dhe ne.